Këngëtari i njohur bullgar Vasil Trojanov Bojanov, i njohur si Aziz, u martua së fundmi dhe tani ka ndarë foto së bashku me bashkëshortin e tij, emrin e të cilit nuk e ka zbuluar. Ata pozuan në plazh, në restorante dhe vende të tjera. Në njërën nga fotot, burri i tij shihet duke mbajtur një kapuç ku shkruan: "E dua burrin tim". Aziz kishte kohë që i kishte fshehur publikut detajet e jetës së tij private, kështu që ndjekësit u habitën nga lajmi se këngëtari kishte marrë këtë hap të madh dhe kishte ndarë momente intime nga jeta e tij personale. Kohët e fundit ai njoftoi në Instagram se udhtoi për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për t'u martuar. Ai ndau një foto të tyre me unaza martese dhe shkroi: "Sapo u martuam. Faleminderit Amerikë". Më parë Aziz kishte dalë me Nikolaj Petrov Parvanov. Ata organizuan një festë martese në vitin 2006, por martesa e tyre nuk ishte e lehtëshme dhe ata u nda në vitin 2008. Këngëtari bullgar ka bashkëpunuar me një numër artistësh të njohur nga Ballkani, përfshirë Severina, Jelena Karleusha dhe Tea Tajirović. Ai filloi karrierën në fund të viteve 90 dhe është më i njohur për këngën Saint-Tropez.